kam parë video të njerëzve në Venezuelë, po dhe të diasporës së Venezuelës që po e festojnë këtë moment. Dhe kam përfituar pak si do vepronin shqiptarët nëse kjo gjë do kishte ndodhur para 90-s në Shqipëri. Dhe kam përshtypjen që shumë njerëz dhe këtu do festonin dhe do proklamohej si një sjellje e demokracisë, e lirisë. Po, edhe unë kam menduar këtë dhe për ne shqiptarët në fakt është më e thjeshtë që të kemi këto skenare sepse kemi jetuar vetë situata të ngjashme. Unë e shoh këtë në analogji me një argument që filozofi mi preferuar Kanti jep për të drejtën për të bërë revolucion nga brenda. Dhe ai flet për revolucion nga brenda, por ndërhyrja nga jashtë është akoma më delikate dhe ai thotë kur bëhet një ndërhyrje e kësaj natyre, ne nuk e dim kush e përfaqëson vullnetin e popullit. Pra këtu kemi një pjesë të popullsisë që e feston këtu kemi një pjesë tjetër të popullsisë që ndoshta nuk është. Dhe vendimi, a ishte i drejtë apo ishte gabuar, nuk mund të merret përpara se të ndodhi, por është një vendim që varet nga rrjedha e historisë. Sigurisht, nëse për shembull ne shohim tani në Libi, pasi u bën ndërhyrja me Gaddafin etj, Libia përfundoi në luftë civile, është një shtet që quhet failed state tani, ku kemi grupe të ndryshme me monopole politike në vende të ndryshme, pra shkatërrohet shteti. Nëse ky shtet lulëzon pas këtij vendimi, sigurisht ne themi që vendimi ishte justifikuar. Nëse shteti falimenton pas vendimit, ne themi që ky ishte vendim i gabuar. Ne këto nuk e dim pa e parë se si vazhdon historia. Ajo që dim është që kemi rregulla dhe arsyeja për cilën i kemi këto rregulla është pikërisht që të mos kemi këtë guesswork që bëhet për të parë si shkon në këtë mënyrë apo në këtë tjetrën, pra kemi një lloj konteksti ku themi ne duhet të inkurajojmë patjetër debatin, duhet të përpiqemi që të ketë ndryshim nga brenda, por ndërhyrjet nga jashtë shihen si problematike gjithmonë në këto raste sepse nuk e dim nëse përfaqësojnë vërtet të çfarë vullneti përfaqësojnë, kujt interesave i shërbejnë, a do të kishte patur një skenar tjetër ku ndërhyrja të ishte bërë në një mënyrë tjetër mbas me vullnetin e popullit vet, ose një zgjedhje e liderëve në një krizë të brendshme, në një kritik të brendshme. Ka shumë skenare të mundshme ndryshimi politik. Dhe unë them që skenari që legjitimon një ndërhyrje nga jashtë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, në fakt në shkelje flagrante me këto konventat që janë dashur dekada që të zbatohen, është një ndërhyrje problematike, duhet dënuar si problematike dhe pastaj debati tjetër, e meritonte, nuk e meritonte, si e meritonte, çfarë mendojnë venezuelanët, këto janë debate të natyrës së dytë, për mua shkelja është e para.